Po kjo është si ajo tash betejë fillon tani. Që ka një dallim, nëse Luli dikur thoshte betejë fillon tani, ky thotë po e thonte pak në kohë. Betejë mbaron tani thot Berisha, domethënë për gjithë Berisha është gjithmonë e fundit. Pra, rast tjetër do jetë e fundit do bjerë Po të përgjigjesh shkurt dhe u përgjigja gjatë. Po ba. Sokol, ujku qimen e ndron dhe vesin nuk e harron është një thënie vjetër shqiptare. Edhe Saliu nuk e harron vesin e dhunës në partinë e vetë dhe është e tmerrshme të shohësh dhunë ndaj policëve që është dhunë ndaj shtetit, ndaj atyre që janë për të mbrojtur në fakt. Dhe kaq. Mirë, këtu jemi në fund të kësaj proteste, në bilancin e cilës me shifra janë këto. 9 efektiv policie të lënduar, 2 të ardhur nga QSOT-ja me lëndime temi plastike për shkak të djegjeve. Në QSOT vazhdojnë tek trauma ndjes janë 9 efektiv, pra që janë në gjendje pak më të rënduar. 2 kanë ardhur nga QSOT-ja, ku gjenden edhe 5 efektiv të tjerë, ndërkohë nga kemi një kameraman, pra një kolegun ton i cili shpresojmë, nuk del në bilans, shpresojmë që të ketë pasur vetëm dëmtime të robave. Po, shpresojmë pak në të ndonjë zyrtar, ndërkohë kemi një deputet Partisë Demokratike Ledion Albatin, i cili e transmetuam të ne me pame, pra duke u larguar i shoqëruar në këmbë drejt spitalit, edhe ai gjendet në gjendje koshente dhe stabil dhe vazhdon të ekzaminohet sipas mjekëve. Ky është bilanci i shifrave, sigurisht në këto shifra do shtonim kilometrin e fundit. Po siç e pat, doktori e zgjati sërish afatin e skadencës së durimit. Në 20 shkurt, një ditë pasi Rama do takoj Donald Trump në Washington. Shpresojmë realisht që dikur të vendoset pika e fundit. Faleminderit kolegëve këtu, Histori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë e mirë.